Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun xhalla wala falenderojmë vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët dhe çdo që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndrozë do të vazhdojmë edhe sot me lenin Allah të mënduar me hadithet që Imam Nawawi rahimullahu ka përmbledhur në librin e tij Riyadhus Salihin. Sot jemi në ditë veçantë, për ditëve të muajit dhe të vitit, jemi në 10 e parë të muajit Dhul Hijja, ku kanë ardhur argumente shumëta që flasin për vlerat e shumëta të këtyre ditëve, në veçantë të kësaj dite sot, që është dita e 9 të muajit Dhul Hijja, është dita e Arafatit. Andaj pejgamberi sa më ka përmend këtë ditë në hadithe të shumta, edhe duke na nxitur për adhurim dhe agjerim, dua, kërkim falje e shumë punë tjera të mira. Andaj shpresoj që këtë ditë me këtë sabat filluar kështu, elhamdulillah, ashtu si duhet, do vazhdojmë në adhurim me në përkushtim deri në perëndimin e diellit të kësaj dite të bekuar. Allah në i falë mëkatet e përmirësoj gjendjen e na bëf nga ata që është i kënaqur me ta. Në kuadër të librit Riyadhus Salihin, ne e kemi përfunduar alhamdulillah kapitullin e niyetit dhe sinqeritetit, dhe tashmë jemi te kapitulli i Taubës, i pendimit dhe i kthimit tek Allahu xhalla xhelaluhu. Imam Nawawi rahimullah në fillim të këtij kapitulli ka përmendur disa rregulla të përgjithshme që kanë të bëjnë me pendimin, pastaj ka përmendur disa ajete që janë argumente për këto rregulla dhe dispozita, dhe pastaj ka kaluar në hadithe që i ka përmbledhur lidhje me këtë temë dhe me këtë kapitull. Së përket çështës së parë, dispozitave dhe rregullave i kemi përmendur në fillim, kemi komentuar në takimin e fundit disa ajete që i ka përmbledhur autori në këtë libër, dhe sot inshallah vazhdojmë me hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasallam lidhur me temën e pendimit. Hadithi i parë që Imam Nawawi rahimullah e përmend në librin e tij është hadithi i Ebu Hurairës radhiyallahu ta'ala anhu, i thotë: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul: Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Tasmitan Bukhariu. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam: ju betum në Allahun se unë kërkoj falje nga Allahu dhe tek ai pendohem gjatë ditës më shpesh, më shumë se 70 herë. Ky hadith ndërmjetësor flet për shumë çështje dhe ka shumë dobi. Disa nga këto dobi do të përmendim inshallah binillah sot në këtë takim. E para është se pejgamberi alayhi salatu wasalam betohet në Allahun në fillim të asaj që do më thonë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka nevojë të betohet, nga sa i flet gjithmonë të vërtetën, flet me shpallje. Mirë, po kur betohet pejgamberi alayhi salatu wasalam, ja me kuptu se ajo që vije pas betimit është shumë e rëndësishme. Edhe është shumë, domethënë, e dobishme, prandaj duhet me i kushtu vëmendje të veçantë. Duhet me i kushtu vëmendje të posaçme. Në esencë njeriu nuk është e preferuar me u pendu, me u betu shpesh. Nga se betimet e shpeshta e zbejnë madhërinë e betimit. Besimtar nuk lejohet me u betu në asë tjetër pas në Allahun te barekuhu teala. Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu hadith: Men kana minkum halifan falyahlif billah. Kush betohet, kush e ka ndërmend të betohet, le ta bën këtë veç në emrin e Allahut. Nga se nuk bën me u betu në emrin të askujt, kur do qoftë ai, përveç në emrin e Allahut azza wa jall. E pasi betimi bëhet vetëm në emrin e Allahut te barekuhu teala, atëre përdorimin e emrit të Allahut në betim duhet me qenë shumë i kujdesshëm kur po e bën dhe si po e bën. Ndërsa praktikat e njerëzve të ndërozur që janë wallahi billahi pasha Zoti wallahi shpesh, nuk janë praktika të duhura. Nuk është kë respekt ndaj Allahut azza wa jall me e përdor shpesh herë betimin. Po nëse ka nevojë për qartësim, për vërtetim të fjalës,
për pohem diçka që ka kontest, ka probleme, s'prish punë më betu njëri. Kur betohet vetëm në Allahun xhallahu ala. Por të bëhet kjo praktik, domethënë e vazhdueshme që njëri ka në çdo dytën apo tretën fjalë betimin, kjo nuk është në rregull. Prandaj pejgamberi betohet, por i ka betime të rralla. Nuk i ka shpesh të betohet për çështje mëdhore. Për ato që njerëzit ndoshta nuk janë të kujdesshëm. Sikur është tema që po flasim. Andaj betohet për ta kthyer vëmendjen në temën e caktuar, për të treguar rëndësinë e temës që për të flet Muhamedi alayhi salatu wasalam. Pas betimi tha: inni lastaghfirullah wa atubu ilayh. Un kërkoj falje, them astaghfirullah. Astaghfirullah dhe them atubu ilayh. Tauba, pendohem tek Allahu azza. Ne aty në fillim i kujtohet e kemi përmendur dallimin e fjalës astaghfirullah dhe fjalës atubu ilayh. Fjala istighfar dhe fjala tauba janë dy shprehje që kanë të bëjnë me kërkimfaljen, që kanë të bëjnë me keqardhjen për punë të caktuara, që kanë të bëjnë me pendimin. Prandaj kur përmendet istighfari, përfshin edhe pendimin, edhe kërkimfaljen dhe keqardhjen. Edhe taubaja kur përmendet, gjithashtu përfshin kërkimfaljen, pendimin, keqardhjen e kështu me radhë. Mirë, por kur përmendet dyja bashk, atëherë s'mund ta kenë dyja kuptimin e njëjtë, se zot kishte kuptim me i përmend të dyjat, e dyjat e kanë njëjtin kuptim. Atë kur përmenden të dyjat në një fjali, atëherë njëra merr një kuptim, e tjetra merr një kuptim. Pejgamberi alayhi sallam thotë: unë kërkoj falje tek Allahu, astaghfirullah. Fillimisht ndërrozë kur bie fjala për fjalë astaghfirullah në raport me pejgamberin alayhi sallam, ka më shumë se një kuptim. Nuk është kuptim vetëm kërkim falje për gabime. Po çfarë kuptimi ka? Fjala astaghfirullah e ka kuptimin edhe të kërkim mbrojtjes nga mëkatet. Domthon kur thosh astaghfirullah, qëllimi është më mbrojë Allah nga mëkatet, që mos bëj fare to. E nëse vi më fal. Ne ka dy kuptime. Kuptimi i parë të mbrojtjes dhe kuptimi i dytë ka të shlyrjes. Mos më lejon me ra fare mëkat, më mbrojë Zot nga se Allahu xhallahu ala na ruan nga mëkat, ai na mbron. Prandaj nëse Allahu nuk e mbron robën, nuk e ruan robën, a ka mundësi më nal në mëkate? S'ka mundësi. Jemi doba të rreshasëm. Po na lutim Allahun që ai të na ruan në këtë aspekt. Sigurisht e lutim për shembull namaz ose është namazi që Allahu na udhëzon ihdina siratal mustaqim. Na udhëzon në rrugën e drejtë. Gjasë Allahu është ai që udhëzon robën dhe Allahu është ai që e privon dikën nga udhëzimi me drejtsinë dhe urtësinë e tij. Dhe i kërkojmë nga Allahu që Allahu të na mbron nga mëkatet. Na mbron Allahu xhallahu ala nga e keqja e mëkateve, nga pasojat e mëkateve. Nëse ndodhet të vi mëkate, Allahu të na shyn mëkatet. Kjo përfshin fjalën astaghfirullah. E pse pejgamberi kërkon mbrojtje nga mëkatet? A është ai rrezikuar nga mëkatet? E para të ndonëse pejgamberi të Allahut azhjal, në veçantë Muhamedi alayhi sallam nuk bëjnë mëkate. Janë të ruajtur nga mëkatet. Për shkak se në shembull për njerëzit dhe duhet me kon model që duhet. Do një lëshim eventual a bën pejgamberi son, po e bën. Sikur se për shembull një çështje që nuk ish një çështje që për shembull mirë është me vë, po një tjetër është më mirë me vë. Të ndodhë që pejgamberi son në jetën e përditshme me bë ato që është e mirë. Po ka pasur si bënje që është më e mirë. E në këtë lëshim, për shembull, të asaj që është më e mirë, ka kërku falje. Në është mëkat, është punë e keqe. Po kjo është niveli i lartë i ndërtimit të raportit me Allahun xhallahu ala. Për shembull, njëri kur flet një fjalë, nëse e analizon fjalën që ka thonë, ai la që ka mujt më mirë me thonë, po, pse se ka thonë balla që gabim. Gabim është. Dëshim ke me jepën. E po, astaghfirullah. Pse ka mujt më mirë me u shpreh, ku mujt më mirë me mua. Andaj pejgamberi ka kërkuar falje për këtë lloj të gabimeve. Kushtimisht po mos janë gabime, por jo për ato që janë Allahu na rujt, domthon harame ose lëshim të obligimeve. Kjo s'ndodh me pejgamberin e Allahut azza wa jalla, nuk ndodh. Gjithashtu të domthon
nga kuptimet e kërkimfaljes që mund t'i përmendim këtu që pejgamberi i ka bërë është edhe ka kërku falje edhe për, domethënë, kohën që e ka kalu në disa çështje të rëndësishme të jetës. Për shembull, njëri a duhet më hungur bukë, a duhet më flajt? Po, këtu e të natyrshme, këtu e në kërkesa ato. Po që qatë kohë ku mujtë me kalu në adhurim, pse është dashme ndonë nga koha jam, për çështje domosdoshme, jam privu nga adhurimi, Astaghfirullah. Sigurisht për shembull njëri, kjo nuk është, do dikush, e psa s'bën më hungur buka? Jo, ti duhesh më hungur bukë. Ti duhesh edhe me flet, është patjetër. Ti duhesh më me dikon kërë më buni laf. Të rëndom, zakosh muhabet përgjithshëm me babo. Kjo është e keqe. Mirë po, a është në, për shembull, kushtimisht po them, në llogari të një faqe Kur'an të lexuar, 1-2 recate të falme, po është. E me që mu desh të Zot, mu marrë me këto punë, e ma mirë shkon t'i shavol 2 recate, Astaghfirullah. E pse këtu e në të domosdoshme, s'ki qare pa to opta. A nësër që është gabime me bo, haram me bo, me kërku falje. Pa atër kur jeta e përditshme të merë nga koha për gjërat të domosdoshme tjetës, me gjithat, besimtari, njët ju mirë. Për shembull të ndërlozër, që është të marrëm vim të hadithet, dhe kemi marrë të libri El Adab al-Mufrad, kur besimtari hinë në banjo me kry nevojët fiziologjike, në fali shpreje, apo, është ka edukatë që shhinë banjo. E thot një dua që Allah me rrujt nga keqja e shejtanëve kështu me radhë, edhe hinë me komën e majtë në WC, në banjo. Kur del me komën e djathtë, e qka thot? Thot gufraneke. Thot tu Allah falem. Po mirë ti në banjo haram s'ke vati, kë kry nevojës, pa tjetër është aton, pa tjetër. Pse kur del nga banjo thot Allah falem? Ka thonë djetarët një nga arsyet është se gjaqëdrimit në banjë s'ka mujtë Allah me përmendë. S'mu është përmendë, Allah s'përmendët. Andaj me që më kaloj një kohë të caktuar pa e përmendë Allah në gjellor, edhe pse me arsye unë kërkoj falje atë. Nëse kum lom përmendë Allah nga zgjoja, nga mos kujdesi, po s'ka mujtë me përmendë. Me gjithat, andaj shika, sot në kohë besimtarë domthon i kujdes me përmendje Allah në gjellor. Edhe atë kur gjërat e domosdoshme tjetës e pengon nga përmendja Allahut kërkon falje. E qyrët me kërku falje kur e pengon nga përmendja Allahut e nga adhurimi i tij, gafleti, hutia, pa kujdesi, ose Allah në rut, ahla ma keq, e pengon nga përmendja Allahut, për shembull, fjala e keqe. S'ka mujtë me përmend Zotin se u kon tu fol për filonin apo. S'ka mujtë Allah me përmend se u kon tu bajt fjalë, se u kon tu fol fjalë që analiza caktuar që s'merr vesh do po çaj thonë edhe diçka kështu me radhë, e këtu çysh me kërku falje. Nëse për ato qire që jo të natyrshme me i bo njëri, do të me kërku falje. A e djetarët e kam përmanë se pejgamberët Allahut Azza wa Jall janë gjithmonë në nivelin më të lartë të adhurimit. E atje të ndërrozë, sa më shumë një ngritet, ato finesat bëhen më interesant. Më interesant. Për shembull të ndërrozë, njëri është mjeshtër. Mjeshtër i shpifës. Por nuk është profesionist, apo. Ai lynë bën talent pak stram, drejtorën pak elën, ata ai burrë që po mshiret mirë, ai sa i mshiret, i rasin, po a është elegant? Nuk është elegant. E një është shumë profesionist, apo. Shumë të më një vrasynëve, e shë me detale, rrinë me kohë gjatë 1 milimetër me qitë në ben, ja, ka dajse, apo, a du t'jen mjeshtër, du t'je krymë puna, ma, kë, për shamull, gjdo vi ka dajse që të më duke të mbi një vi pak, e fshin ka dal vinë, e bën, i lyp finesat, i lyp ato detalet ma tim ta, për me bo mira, pëtën. E që dallu njerë me zveti, se me kryvish një punë që është shkall, me kryv, tonë e bojnë, po ku dallu njerëzit? Dallujnë pas në ato finesat, në ato detajet ma tim ta që aty vret kujdes njerë, që aty vret profesionizmi njerë, që aty vret përgatitje, që aty vret, detajet caktuara, andaj, pejgamberët Allahu xhallahu ala janë ata që janë në nivelin më të lartë të kujdesit për të detaje, apo. Do njerëz kërkojnë falje kur bën gjëra të mëdha. Allah falem se
miku Sabah se ku fol me vakt. Çi kaç? Që tu e ka standard në kërkim falës. Ose për shembull, kur përgojan dikon, e merr përgojë dikon, kërkon falje, do për diçka fal të madhe. I ndezet alarmi i kërkim falës. Mirë po, nëse është me këtë diçka, fjalë pa lidhje, flet për tema që domon si përkasin, s'është kompetent, lavë këm të bomë, se që ko gale, sa fola ke që a lëndoha dikon? Jo, se lëndoha dikon, po, a është dash me fojtë të fjallë, jo, së është dash, a një kërka falë? Në të monë, njerë që kërkojnë formimin e duhur, kanë edukim, ata nuk prisë në meronë harame me kërku falje, ata dhe për një fjallë që ma mirë shkonë mos me e thonë, se me e thonë, kërkojnë falje. Andaj pejgamber ka qenë në vetë nalë, për dhe ka thënë pejgamber, unë e kërkoj falje. E thash, kërkoj falje është, jo që kur bjen gjuna, po për mbrojtje, për gabime, për lëshime, për diçka që te kështë thonë ndryshe i shkonë ma mirë, te kështë bëdhë i shkonë ma mirë, për qëto ka kërku falje pejgamber, e kanë e tubu e lej. Të ubeja, të është dëmonë, këtheja të ka Allahu Gjellar. Me që këmbolë shim, me që kanë ndodhë gabimi, tash e tubu e lej. Këthejna të kë Allahu që me e përmirësu, me e bu më mirë. Ataj, kjo është aje që e kompleton besimtarin. Ka do njerëz të ndërruzër që po vëlla që është tërst, nuk u dash me thonë. O për të njëtë që është e thëtë. Po të ja thëtë dhe që së komi me thonë po. Pse pasë në reqe? Valla e falë namazin po dëqysh u guta pak. A një tjetën kërë e falë më su gutë, për falë më ka dale. Me që po ndi është keq, tash ajo keqardhe le të bënë që puna e arshme viju se të bëhet më mirë. Që kjo është estakfirullahu e tubu ilej. Unë punina keq, kërkoj falje, e tubu ilej, herën tjetër e bëj më mirë atë. E çështot ka thënë pejgamberi sa unë domon kërkoj falje, e kthena tek Allahu, e përmirësona gjithmonë, thot mbi 70 herë në ditë japën. Kjo 70 herë këto të ndozur nuk është për qëllim, domethënë numri, me numra, 1 2 3 4 7 herë. Por çka është për qëllim? Shumë herë. Mos sigur se ti kur i thua dikujt apo 100 herë Allah më thon po dia, 100 herë. Nëse e thush më shumë, nëse më pak, po thuhet për me ka thu shumë ato. Edhe në gjendën rrove fjala 70, numri 70 përdoret për diçka shumë ato. Sigur se Allah i ka thonë pejgamberit për munafikat, për ata hipokrit në Medinë që kanë rrajt që besimtar, s'kan qenë besimtar, po kanë mashtruar. Allah i ka thonë për ta mos kërko falje, se s'kisha kërkon për ta falje, ata s'kan dashur me kërku falje. Andaj ka thonë edhe se kërkon falje për ta 70 herë, që u falë Allahu Azza wa Jalla. A i bjen kjo që nëse kërkon 70 herë u falë? Jo, edhe 700 me kërku që u falë. Për ka përmenë numrin 70 në kuptim të, sot që kërkon falë për ta, badjava, që u falë Allahu te bareka u taala. Ata vetë s'kan dashur Allahu më u falë. Ata vetë s'kan kërku falë për vetën e tyre. Ai përmend numrin 70 se diçka shumë afën. Pa pejgamberi sa jo 70, po shumë herë, s'ka mujt me numëruar sa herë ka thonë, astaghfirullah wa atubu ilayh. Sa që në disa transmetime ka ardhur sikur ka përmendur Ibn Omeri radhiyallahu ta'ala anhu se me një naj veç, jo gjatë ditës, me një naj thot e kam numëruar në buzë të pejgamberit mbi 100 herë ka thonë astaghfirullah. E kam përdhitur buzë ka bëhet. So ku shembull Ibn Omeri ka qenë domon nga ata që e kanë përcjell në çdo detaj Muhammedin alayhi salatu wasallam. Andaj thot kur e kam përcjell të veç me një naj ka thonë për mi në që në tonë. Andaj të nërëzër, kjo hadith në jep me kuptu se sa është më rëndësi besimtarë me qenë në vazhdimësi i kujdesshëm, i vëmendshëm, në përmirësim të vazhdueshëm dhe avancim të vazhdueshëm. Gjithmonë është më i mirë. Gjithmonë i analizon veprat e tina. A ku mujt me thonë më mirë? A ku mujt me e bu më mirë? Po ku mujt? E tash e bëj më mirë. Që kjo është kjo, astaghfirullah. Dhe këto me thonë, këtë lloj analize, këtë lloj përcjellje të vetvetes, vetë llogaritje e ka me 10 herë gjatë ditës. Me 10 herë gjatë ditës. Që për shembull, kur i flet dikujt, kur takohet me dikon, kur jep diçka, kur merr diçka, gjithmonë a mujta më thonë njëri më mirë, mujta më. Pse si thaj Allah më mirë?
edhe i thush më mirë. Mund të dikujt, për shembull, që është smut, a je më mirë, po, ani Allahut një muft. A mirë që ka? Mirë është. A ka më mirë se çështë? Ka më mirë. Allahu të shëroft, Allahu të letësoft, nuk ka problem, kalan inshallah binillah. A është më mirë se para? Më mirë se para. Edhe kjo e dyta, ka më mirë. Prandaj besimtari gjithmonë mujta me bëhet më mirë. E çati ku është që ka më mirë, çati e përmirëson. Ç'kjo është që ka thonë pejgamberi son, kërkoj falje apo, ose gjithmonë me bëj më mirë. Dhe kjo e bën muslimanin me qenë gjithmonë në avancim. Më mirë, çdo ditë është më mirë. Çdo ditë shton dije, shton informata, njohuri, përmirësohet, pendohet, rregullohet ditë për ditë. Çështu me muslimanët. Dhe hadithi i dytë i ngjashëm me këtë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam se ka në hadithin e Gharr ibn Yasar al-Muzani radiyallahu ta'ala anhu, nga shokët e pejgamberit ka thënë pejgamberi alayhi sallam, ya ayuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi 100 marra. Transmeton Muslimi në Sahihun e tij. Ka thënë pejgamberi sa, o ju njerëz, pendoni tek Allahu dhe kërkoni falje, nga sa ne pendojmë tek Allahu më shumë se 100 herë. Qyse e kam më shumë se 100 herë. Këtu kemi sigurisht të parën. Veç tash është jo në vetvete, po kërkesë për tjerët. Don aty ke vallahi unë e bëj gjithë. Tash o ju njerëz, apo sa bukur e ka rrit Imam Nevawi rahimullah këto hadithe. Mas parë njëri duhet më marr me veten e tij. Tani më mësu tjetër. Hadithi parë që ishte unë bëj gjithë. Unë 70 hadithe kërkoj unë. Hadithi dytë, o ju njerëz, bëni çfarë bëj edhe unë prapë. Prandaj muslimanët me kon shembull i mirë në shoqëri, në familje, kudo që është. Jo mi thirr njerëz në punë mira me harru vetën apo. Gabimi kena kejt, një mund me bolshime. Allah na fal, na përmirësoft. Mirë po përpjekja besimtarit që gjithë me kon më i kompletuar dhe më i kompletuar është çështje që vrehet. Për shembull, me dikon që njihesh që so vite, edhe e përcjell për shembull, e përcjell rrjedhën e dijes së tij. Është që vazhdimisht diçka trimson, vazhdimisht është në rritje, është në kurrit. Është në adhurime, është në edukat, është në sjellje, në përmirësim e sipër. Dhe ky i thotë atje, përmirësonu. Kërkush nuk është të perfekt. Për me ka dhu ders, a du me koni kompletum, pas një lëshim, dhe përmirësosh vetën, tani me thonë tjerëve, jo, s'ka kështu njeri perfekt. Apo, s'ka perfekt. Mirë po, jo dhe me konë njeri i shkujdesun për vetën. Në të mirë me vetët heq, ama njerës të mësën, asë kështu jo. Në këtu e në ekstreme. Me prit njeri dhe të botë shumë i mirë, tani mi folë tjerëve, i mërë. Po edhe me lënë vetën krejt mazdore, e muar me njerës mi përmirësu, edhe kjo zban, ekstremërt. Ku e mesatarja? Përmirësohu ka pak, përmirësoj tjerë. Ti vetë pak, foli tjere. Qërët, hapë mas hapi. Andaj ka thonë pejgamberi, o ju njerëz, on i ka thirrë që të përmirësohen në kujdesin së tyre për kërkim falje për tauba. Dhe edhe këtu e ka përdorur të njëjtën. Tubu ila Allah fi at-tauba, kthehuni tek Allahu xhalla xhelalu dhe kërkoni falje. Domthon kërkoni falje për lëshimet, gabimet, gjunahet, mëkatet e kështu me radhë. Dhe kjo hadith në vëzër tashmë kalon tek njerëzit, jo sigurisht i pari ka të bëjë me pejgamberin alayhis salam, po më tash kalon tek njerëzit, e tash këtu kur thot pejgamberi kërkoni falje tek Allahu dhe pendoni, po fshin gjunahet tona, mëkatet e ndryshme, dhe kuptimi është se nuk duhet besimtari me e shty afatin e pendimit. Tubu ila Allah, urdhën. Prandaj çka ka thënë autori në fillim të kapitullit, se tauba është vajibe, është obligim për çdo mëkat. Çdo gjë që e bën e ki domon obligim u pendu. E njëri se për shembull e ka një gjuna dhe thot po bëre kam po tin kismet njëte kam këtu më radh, e ka bëu edhe një gjuna tjetër. Gjunojnë që e ka bëu edhe gjunojnë mos pendimin nga gjunojnë që e ka bëu.
Në çdo vonesë është gjuna. Po që është ashtu. Ke po për shembull edhe këtu, në dunjë. Ki pas më bëni pagesë. Ku të thonë? Apo, se ke bo? A pagun njëtin? Ja, ta shtojnë, apo. Shtojnë nga ngarkesa, apo. E pse kjo s'krahasohet me këtë që përveç tek Allahu azza po thonë që në çdo vonesë realisht ngarkon. Njerëz mendojnë për shembull që për shembull nuk është i kujdesshëm në namaz, nuk i fal 5 kohë namaz, Allah na ruaj. E fal gjumon. Për shembull, ose do një motërin e muslimane e falet, pas është e bulume. Që kam me bo, qef kam, po inshallah kam nërman, edhe kujton që kjo e amnestan për pasojat e gjinojt tonë. Po në kumë thonë që po kam qef. Unë s'po takon se që po ki qef ti. A s'po takon që ti po dënë me bo qashtu. Po faki që nuk po e bën, qëto ditë që nuk po e bën këthimin tek Allahu xhallahu, a ka fatur për këtë? Ka qësh ja, nuk ka bash pa faturë, apo. A çdo vonesë të ngarkon më shumë, çdo vonesë të bën me gjuna më shumë tek Allahu te bartalla. Prandaj nuk është ndonjë e thjesht që me i bë Allahu gjuna çdo ditë edhe me thonë e kam njetë më kry kismet inshallah Ramazan, po presa do pu mi kry tani, qa po pret më? Qa kemi prit? Deka s'pret. Dhe një del për Allah me gjuna dhe lip mu këthi mu pëndu, po ka marrë fund da fati. Dhe i ka kështu njerëz, o ju njerëz, pëndonet e ka Allah, këto qërë unë e pejgamberi Zotit. Ka Allah, ka thonë kështu pejgamberi, po me gjuhën e ti, po me gjendje ti ka thonë. Me gjendjen ka thonë. Me gjuhë s'ka thonë, po me gjendje. Që ka thonë me gjendje ti? Qëre gjendjen time? Allah më ka kursin ka më katët, s'kam gjunahe. Gjithë munduna mu fale me ma mire, i mësej njërës fe, e edhe në 100 ditë të kërkoj falje. E ju sartë me kërkuj ju. Nëse pejgamberi konë që e na që nuk konë, e të nëzonë se qështë e pendimi, nuk ka qështje thjesht, nuk ka qështje, anë qështu ka lej, e kom bojnë njetë, kismet, ma pendau qdo ditë, bënu me mi qdo ditë, jenë ki gjinohat, shkarkoj e vetën, nuk i ditë dekës, vjena fati vdekës, kërka mu këtë ndunjas, këthesh më kur, ka marë fund. Ai pendimi është obligim. Nuk është çështje e lidhur me punë vullnetare. Valla mirë shkon që gjuna me ik, inshallah, çush mirë është vëllai. Barë që ki me ik, çdo vonesë ngarkon, çdo vonesë veç shkon duke u zhyt më tepër. Andaj nuk e di jetës. Sot e ka Allah mundsinë me bëni punë mirë, mu pendu. Sot e ka Allah mundsinë për shkak sot ditë Arafatit. A nuk është shans ideale sot me thonë sot po vendose që kur një tem mos e lo 5 vaktet. Çfarë më gabim ku mu? Pramë. Ose do një motër e më mbulu. Ose për shkakun një milionit të keqe që ka pas, atë ja që ka zban. Ma ball sot ditë të kish pas, edhe e pren. Që shtu të më bëj. Ç'të më bëj? Shokët e pejgamberit domethënë ata kanë qenë ignorancë. Para se marrë pejgamberin, edhe kanë pi alkool. Kur ka ardhë shpallja, ka ardhë pejgamberi, jo më musliman, po dispozitat ka shku gradualisht, jo për herë krejt, normal, që s'mu shket me ngarku për mënere. E ka kalu një kohë të caktuar ta besimtarin kohë, po alkoholi së kohën haram. Tek ma unë u boha, normal, si fillim së boha mënere. Edhe ka ardhë ajeti, fehel entum muntehun. Ajeti ka ardhë me të prim. Apeleni që ta është ja u bubal mu. Apeleni mu. Ka thonë sahabët, intehina, e la më zot. Thuhet që ka pas në gotë, këtë gotë në ka pas në dorë, edhe s'ka thonë edhe që ta edhe pello, ja që ta mofën, edhe ka gjujtë. S'ka më kry. Ka ardhë obligimi për gratë me vendosë familjet, kanë qenë narat të punë në Medinë. Që Medinë është tukë bujtësore. S'ka thonë, ta është dy shkup të shpija, ka dalë ta të t'i bjë të teshe, që ke punë bashkë për njera, vëllaj nara kanë qenë të punuar. Ka ardhë lajme që pejgamberit i ka zbrit urdhni që gratë me mlu. Qashtot ka nejtë, ullën, do në 2 gojtë, mësë një po kërkush, i kanë qu fëmijë që kanë shpejt, filan qërshofin bëjmë apëtën. Qashtot nare ka gju qërshofin, nëse ka shku të shpija, ta një mlu. Me i herë,
Ka se që kjo rruga pi arës të një shpjep, se kone arsetu me ja, se ka dit, a ka thonë Zoti, unë kur i mua, që a kime shti mua, lejtë të rëzër, nuk pa njemi shti, që ka 100 herë në ditë në të me stakërna, pëndohu, mos i shti punët, se obligime në pëndum, obligime kimu përmirësu, obligime kimu këtë e ka Allahu të bareke, vë talëfëm. Prandaj, ka ardhë në transmitime, ndryshme, se sa është e bleshme me kërku falet e ka Allahu të bareke, kërkim falet është shumë e bleshme, e plëtson robin nga mangësit, e ngrit, jashton cilësinë adhurimeve, e pastran, jelësin adhurimet, shumë një ka fjala, estakfirullah, në dunja edhe në ahiret. Prandaj, nëse kështu ka qenë pejgamberi alayhi sallam të ndrozur, atëre si do të qenë halli i njerëzve, sikur është natën. Sa do të thonë estakfirullah, sa do të pendu tek Allahu xhallahu ala. Prandaj të ndrozur, që jemi sot në ditën e Arafatit, dita e kërkim faljes, lutjeve, dita e faljes madhe, sot Allahu fal njerëz sikur në asnjë ditë tjetër. Na bëftë Allah nga ta që i përfshin rahmeti Allahut, e fali Allahut te bareku teala, ai kërkoni falin nga Allahu. Çdo kush ka pe ne vallahi ka për shembull i falja për gabimet, për lëshimet, po dhe gjunohet. Pastaj edhe e dyta me kërku falje për çka? Për begatit që i gëzojmë e mirësit që janë jep Allahu xhallahu ala dhe mangësinë e falënderimit. A jena ndaj Allahut falërues tamam që është duhet? A jena barabart? Ai për na jap, na alhamdulillah, zero. A jena kështu? Jo, më çfarë, për çfarë? Sa begatit të ka Allahu xhallahu ala, të veç për një shërbim shëndetësor që e ki në trup dikon që funksionon që duhet, sa do më alhamdulillah. Sa do më alhamdulillah. Pa në alkor, e ne më për tjerët, që s'ki frim, me thonë elhamdulillah, sa ki mirësi. Frim si, në gjdo frim, alhamdulillah, e që të me thonë, hargjohet frima, sa ka begatijeve. S'ka, s'munësh, ndaj edhe për këtu e stakru, o Zot, ti më jep mirësi shumë ta, ti më ke begatu, po mëna me konfalërues, i kam mangësit e mija, pronaj e pendimin tem, ma përmirëso gjendin tem, edhe për këtë me kërku fale. Për begatit e mirësit, e pëlshimet, gabimet, gjunahet e shumë tjera, gjithmonë, gjdo dit, me qënë ti në kohrat, me qënë dhe si kusë është dita e Arafatit. Allahu në gjellë vërës që Allahu të na e përmirëson gjendjen tonë, që Allahu të vërdat na pozon në rrugën e duhur dhe të na mundëson që njët në kësaj bote përmes istikfarit të pastrohemi, të pastrohet të letushka jonë, të mbushemi me adhurime, të plotësohemi përmes kërkim faljes për mangësit e lëshimet tona dhe për tjerat lësë Allah në gjellëleva që të ne imbulon me rahmetin e ti dhe bujarinë e mirësinë e ti. Kaq për këtë pjesë, Allah është përbleft, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.